pa elektorat po janë deputet. Thjesht në ngrej një kaos. Ngrej ai, ne do haçajmë këte, do t'i bëjmë këtyre me fol me vete kështu që të janë budalliqe. Se asnjëherë nuk e kanë marrë asnjë nga këta të dy rastet e komuniteteve të tyre në rrugë diplomatike për të mbrojtur interesat e atyre që përfaqësojnë. Asnjëherë nga këta. Vetëm deputet, vlla, të jenë me datën 11 maj këta deputet, as merren më qa ka problem, thjesht bëjnë disa inaugurime, bëjnë disa përkujtimore, ata të tjerë vuajnë nga përkujtimore sepse e kanë vuajtur rastin e tyre ashtu siç e thënë, dhe këta thjesht tallen me këta, dhe në fund fare këta të shkretët futen në listë aty, edhe marrin karrigen e deputetit dhe 4 vite harrojnë, edhe kur vjet 40 ditëshi kujtohen për të folur prapë për histerizma dhe jo për historikun, jo për pretendime, jo për negociata, sepse ata janë aleat të histerisë. Mund të duket e çuditshme, po janë shumë të ri dhe nuk e din çfarë rol ka Sali Berisha në politikën shqiptare dhe janë shumë të ri të cilët nuk shikojnë lajme, thjesht dëgjojnë, po nuk e kuptojnë çfarë do të thotë në realitet, se duke qenë i mitur, kërkon një përpunim të gjatë pjekurie që të kuptosh ashtu siç është realiteti, jo të kuptosh realitetin në nivelin e emoshës tënde, sepse është e sigurt kjo gjë, sepse të gjithë ne e kemi kaluar, që kur kishim moshën e të mitur, normalisht kur na thonin disa emra, as e kishim haberi çfarë bënin ata njerëz. Por në rritjen tonë pastaj kuptuam si zhvillohet politika, kush janë aktorët politik. Pra, me ftesën Berisha bën një ftesën ndaj të rinjve, i tregon të rinjve që se si bëhet puna jon, politika jon, qeverisja jon, duke ndërgjegjësuar të rinjt për të ardhur dhe për të atashuar brenda Partisë Demokratike. Nuk ka të bëjë me Gërdecin, sepse ti merr vetëm 2 televizione që janë televizione qartazi orientim të Partisë Socialiste, aty ti e kupton qartazi që Gërdeci ose 21 janari ose afera e Partizanit është çdo ditë, në çdo lajm, në çdo flesh, dhe madje aty ku gjykata nuk ekziston apo prokuroria për ta hetuar, hetojnë këta në studio me analistë të mirëfill, të cilët janë të papagushëm, janë thjesht angel, janë thjesht shenjtor dhe flasin për Gërdecin, 20 janarin, Sali Berishën, qeverisja e Edi Rama, fajin për çdo gjë në Shqipëri e ka Sali Berisha. Prandaj nuk mendoj se është një shmange. Ajo gjë dihet qartazi, qëndrimi i Sali Berishës, çfarë do të tregoj. Pra, një komunikim, një protest, një revolt që un jam kraj jush, unë po t'isha kryeministër nuk do ta mbyllja TikTokun, ndërsa armiku juaj është Edi Rama dhe ai do të ju izoloj. Ndërkohë kryeministri Edi Rama ka reaguar për një ngjarje që ka të bëjë me monumentin e heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeut, i cili është mbuluar këto ditë në qendër të Tiranës dhe shumë njerëz e kanë komentuar atë si një fyrje që i bëhet kësaj figure dhe ashtu siç deklaronte edhe vet Rama kanë hedhur mallkime për tradhti kombëtare. Tani një pyetje që lind natyrshëm, kaq të mbaruar i ka institucionet e vendit kryeministri dhe saqë nuk japin dot një shpjegim se çfarë ndodh me monumentin e heroit kombëtar në mes të Tiranës, pasi sipas Ramës ai është mbuluar pasi një grup ekspertësh po i marrin matjet për një kopje që do të vendoset në Paris. Tani është e gjërë kjo situatë, pra derisa kanë ardhur ekspertët, normalisht këta duan të punojnë me mister. Duan, nuk e di, të masin kalin, të masin parametrat, çfarë të them, sipërfaqen. Këto thjesht janë, çfarë të justifikime që edhe ne që t'i bëjmë një koment nuk ka më vlerë. Dihet qartazi që është bërë një skandal para shumë kohësh, kur besimtarët musliman kanë falur atë festën e tyre të namazit, mos gaboj, diçka të tillë, kanë mbuluar Skënderbeun sepse disa fanatik ekstrem, këte agjerojmë, këte gropën e bëjmë tjetrit, për gjithsesi është gjë tjetër kjo,
kanë menduar që duke u falë në ato momente aty përpara, janë falur përpara kalit. Tani jemi shqiptar dhe në momente kur jemi fetar jemi nga Saudia Arabike, nuk e di. Për mua kjo gjë më bën të imagjinoj gjëra ekstreme. O jemi shqiptar dhe themi që jemi shqiptar, pavarësisht çfarë ne besojmë. Pra, nuk mundet pse jemi shqiptar, se shiko tani, të jemi realist diçka. Ne 45 vite fen dikush na e fsheu. Enver Hoxha. Dhe ti në 1990 në vazhdim fen përsëri e more, e frifute në lojë, në fush, haptas, dhe nuk kuptove diçka si qytetar. Feja është besim individual dhe nuk quhet besim kombëtar. Në krahasim me vendet e tjera. Se ne në kushtetut nuk prekim Zotin nga ana fetare, por besojmë në Zot. Se Zotit nuk japin dimension as juridik, as politik. Sa i ka aspektin fetar. Dhe kur falesh ti, duhet pjesërisht të thuash jam shqiptar, jam patriot shqiptar, jam nacionalist shqiptar, i mburrem për shqiptar, dhe kur falesh ti të kujton pastaj që ai kali aty që e ka me një orientim tjetër, pas ka një emër tjetër, që mund mos jetë musliman, po ka qenë diçka tjetër, po është shqiptar në të njëjtën kohë. Por ti ke një problem se besimin e ke andej nga vendi i Arabis. Tani mua nuk më shkojnë këto gjëra. Tani të jetë matje, mos të jetë matje, të jetë për një komunitet i cili do të falet pas një kohe. Nuk do të jetë, për mua këto gjëra kanë të bëjnë me cenim të dinjitetit ton, të vendit ton, të jetesës ton fetare. Ne kemi një ndër gjërat më kryesore në Shqipëri që se kanë vendet e tjera, kemi harmonin fetare, sikur ta kishim në politik do ishte akoma më bukur, dhe këto pretendime ose këto mbulime nuk sjellin asnjëherë gjëra të mira për shëndetin e të gjithë qytetarëve shqiptar. Nacionalistët, apo më mirë, ata të cilët bëjnë sikur po bëjnë diçka fetare dhe në fund fare nxjerrin atë fytyrën e vërtet, ne duhet të i distancojmë dhe t'i heqim nga jeta jonë. Por ne duhet të respektojmë të gjitha ato komunitete fetare që respektojnë historinë e Shqipërisë, trashëgiminë e Shqipërisë, dhe nuk e lidhin në raport me a ka qenë Skënderbeu, Gjergji apo Jorgo, apo ka qenë ortodoks, katolik apo musliman. Kemi një qartësi. Nuk lidhet historia jon me një komunitet të veçantë fetar. Po, mund ta lidhim edhe me komunitetet e tjera fetare. Por, pikë së pari është Shqipëria dhe pastaj vijnë komunitetet fetare.